varet fati jonë, varet fati i fëmijëve tanë nga kjo protest. Ta shumojmë, ta shtojmë, të mos e paksojmë. Ju falenderit gjithve që ndrojmë të bashkuar deri në fitore. Tani Ramapur Berisha Burg! Ramapur Berisha Burg! Ramapur Berisha Burg! Kam një thirrje për të gjithë qytetarët që t'ju bëjmë thirrje të gjithë miqve të tyre që punojnë në administratë, që të bojkotojnë atë antiprotestën që kryeministri jonë ka thirrur dhe të bashkohen këtu në shesh me ne, sepse kjo nuk është më një betejë për një rrogë në punë muaj, por kjo është një betejë për të jetuar me dignitet në shtetin tonë, në tokën tonë. Ramapur Berisha Burg! 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 Ju lutem pak qetësi sa po flet zotëria. Ju lutem pak qetësi çunat e ri. Qetësi. Na do vitu na thuaj nishu se ishumi është kakë që në trendus dhe gjithçka u kthyen në motiv një edukat patriotike që çdo ishu oficer në oficer, ushtar, marinar, gjithçka që ishte të rritë përgjegjësinë në këtë medalje të artë të patriotizmi të madh shqiptar, të mbrojtjes së 1 centimetër të ishme të Sazanit. Po shumë kryeministri, përshet sigur e ka prune, jak sigur e ka në babajti, po shetë Sazanës, në recën kësë Shqipërinë. Pandaj uroj me një zemër, roftë të rinia, të gjithë që më ngritët, në mbrojtje në dheu të dashur, roftë të rinia shqiptare, roftë Shqipëria, Faleminderit zotris, ai është një shembull se si njerëzit kanë punuar me sakrificë për të mbrojtur çdo tokë, çdo cep tek këtij dheu, të cilin sot këta qeveritar që pretendojnë që kanë marrë votat tona, duan ta shesin për interesat personale. Ndaj ne jemi këtu për të mbrojtur të ardhmen tonë, për të mbrojtur edhe mundin e atyre shqiptarëve që kanë punuar me sakrificë për të mbrojtur çdo cep të Shqipërisë. Ndaj do jemi çdo ditë më shumë, çdo ditë më të fortë dhe çdo ditë më të vendosur derisa ky regjimi t'i vi fundi. Ramapur Berisha Burg! Sot kur po afroheshet tek protesta, takova një zonjë nga ato të cilat jetojnë jashtë Shqipërisë dhe ne na bëjnë krenar, nga ato që kur ju jepet mundësia shkëlqejnë, ashtu
si shumë bashkëdhetar tonë dhe kontribuojnë në vendet e huaja, dhe se do vit flas këtu për nesh, dhe uroj shumë që ne t'i japim zë, t'i japim më shumë zë kësa rinie dhe t'a bëjmë Shqipërinë një vend më t'jetueshëm për ne dhe të gjithë ata që janë larguar të kthehen dhe të kontribuojnë në vendin e tyre. Shqipëria, përshëndetje në rreth parë. Unë quhem Pranvera Smith, kam 30 vite që jetoj në Angli. Unë kam pasur një përfshirje shumë të madhe me komunitetin shqiptar në Angli. Ndërkohë kur unë kam punuar me djem, me gra, me vajza, me fëmijë, të cilët kalonin në për kamione, kalonin në për ujra për të arrit tek vendi përndum. Zoti Rama vinte aty dhe thoshte, ktheni se të gjithë janë kriminal. Jo, Zoti Rama, fëmijët tanë nuk janë kriminal. Fëmijët tanë janë ardha. Zoti Rama, ti je kriminali dhe është ky racizëm i papar që unë nga ky sistem përfundova në burg, kam bërë burg në Angli, mbi 3 vite. Jam nona fëmijë, një fëmijë autik dhe fëmijët e mi e kanë baban anglez të bardhë. Nuk ne kanë problemin anglez me ne, por e ka ai zotnia me ne, sepse ndërkohë që fëmija i ti vinte në Angli duke bler shishe shampanje në për klubet e shtrenjta në Londër nga 2000 pound, fëmijët tanë, djemë tanë ishin në për shtëpia bari, duke u vua, duke u pre, vetëm për të mbjetu. Ja, Zoti Rama, këta qalamaj që i kisha, ja kur ke tani, edhe ato kam me të kësi për nëse kështu një në tëmti. Nuk kama, Zoti Rama, sepse fëmijët tanë, ja kur janë fëmijët tanë, kanë bush rrugët, dhe lutën të gjithë botës të shikojnë. Raca shqiptare është raca më e bukur në botë. Ne po zbukurojmë racën kudo ku shkojmë. Po përmison si do mos në Angli mund të them, kur shesh fëmijë shqiptar, o zot knaqet syni, aq të bukur, aq të sjellshëm. Ne përshtateshim me çdo fe. Nëse na doni të jemi katolik, bëhemi katolik. Nëse doni musliman, bëhemi. Jemi njerëzit më të përshtatshëm, njerëzit më human në botë. Nuk jemi kriminala. Ti je kriminal. Edhe një fjalë të fundit, Zoti Rama, dua ta them ti. Unë, Pranvera Smith, nga fusharës i Pukës, dua të them, unë, bare që si, unë ka qenë qoni për çfarë jam akuzu, vetëm Zoti e tim, në emër shpirtit babës tim që ka vdekur, në dhimbjen time, ti që e ke vra, ti që po vret popullin ton, dua të them Zoti Rama, unë jam me fort, unë jam nan e këtyre fëmijëve, po ti, unë e marova burgun, po ti, more kriminal, kur do të fillosh burgun tanë? Kur do të fillosh burgun tanë? Poshtë fashizmi, poshtë Edi Rama, poshtë kjo qeveri raciste. Faleminderit. Ja, poshtë qeveria, poshtë qeveria. Tani më vjen krejt natyrshëm të them poshtë qeveria, sepse sjellja që ata kanë bërë prej disa ditësh me shumë nga aktivistat ose persona që i kanë parë protagonist në protest, ka qenë një sjellje shëmtuar dhe një sjellje për shtetit diktator. Ne kemi pas çdo ditë mesazhe nga aktivistët që janë ndaluar nga policia, që ju është bërë presion, që ju kanë bërë kontrolle të paarsyeshme. Pse? Sepse vetëm merrnin pjesë në protestë. Por kjo nuk na tremb. Kjo na bën më të fortë. Kjo na bën dhe më të vendosur se këtij dhe regjimi duhet t'i vi fundi. Se ne duhet të kemi të drejtë të flasim. Ne duhet të kemi të drejtë të themi që kjo gjë nuk shkon. Ne duhet jemi ata që vendosin për fatet tona dhe jo vetëm një grup e 140 deputetësh që nuk ja u njohim as fytyrat në parlamentin shqiptar. Ndaj, me lejoni të kem kënaqësinë e madhe të ftoj një nga personazhet më patriot që unë kam njohur
një nga personazhet më patriotë të historisë shqiptare, një djalë që iku nga Mallakastra për të luftuar me vëllezërit e vet për të çliruar Kosovën, një nga herojtë e UÇK-s, zotin Meçan Zotaj. Ai do ju flasë dhe do ju tregonte për historinë e tij. Vëllezër dhe motra, qeveria kriminale e Edi Ramës, me sklevrit e tij modern, patronazhist dhe ata institucional, kanë filluar presionin e të gjithë pjesëtarëve që dalin dhe deklarohen në kundërshtinë e tyre për këtë qeveri kriminale dhe për këtë sistem të kalbur 35 vjeçar, 36 vjeçar. Është kjo qeveri që para disa vjetësh ka shkuar dhe ka arrestuar vëllain tim për shkakun të kundërshtimit tim të kësaj qeverie kriminale. Ata kanë shkuar sot në mëngjes, kanë bërë presion të shtëpia ime në Roskovec, vetëm se unë tije e kam krahasuar me Ceaușescun. Ai është Ceaușescu dhe nëse vazhdon të gëzënoj popullin, do ketë përgjigjen e tij nga populli. Nuk e ka problemin me mua personal si individ, e ka problemin si institucion, e ka problemin si një person me përgjegjësi shtetërore i cili bën pazare trojet atë dheu si kur të kishë qifligun e kristaqet. Kërcënimet që qeveria bën përmes njerëzve të saj patronaziste dhe përmes klevëre të tyre në institucione, neve na bën edhe më të fortë dhe më të qëndrueshëm. Personalisht i kam shijuar plagët e lirisë. Më besoni që janë ato që na bëjnë më krenar se gjithçka. Jemi të gatshëm të sakrifikohemi deri në fund për t'i dhënë fund fashizmit të kësaj qeverie 35 vjeçare. Fashizmit të këtyre institucioneve që urtësinë e këtij populli punëtor e morën për topsi. Ata na shkelën, ata na shtypën, ata na ndalën çdo të drejtë. Dhe nuk ju kam mjaftuar, përveç të shesin popullin, kur ne ngrejmë fjalën, kur ne ngrejmë zërin, ata shkojnë na kërcënojnë. Por unë e di adresën nga vjen, ne të gjithë e dim adresën nga vjen. Nëse qeveritarët dojnë ta bëjnë duke prekur familjet tona, atëherë ju tregojmë se ne mund ta kthejmë edhe me kanun. Dhe nëse ta kthejmë me kanun, dhe ta marrin kushtetutën me vete atje ku do të shkojnë. Pra, revolta nuk vjen nga ne, revolta nisi për shkakun e tyre, agresioni do të fillojë për shkakun të agresionit të tyre, dhe çdo gjë, çdo degradim e qytetarisë vjen nga ata që kanë përdorur fjalët më të ënda kundër popullit në përtupime dhe në parlament, dhe kjo do të ketë adresë qeverinë. Ju bëjmë thirrje edhe zyrave ndërkombëtare mike të shqiptarëve. Të bëjmë presion mbi qeveritë kriminale, të ushtrojnë dhe të mësojnë atyre demokracinë e vërtet, jo fazadat pa medjave dhe krimin mbas tyre. Për ndryshe, ju betohem, jam unë dhe shumë të tjerë jemi të plotësuar me jetën tonë. Do jetë krenari nëse do të japim kuptim vdekjes tonë duke luftuar mizorinë që ka shkelur Shqipërinë për 35 vjetë. Roma në burë, Berisha në burë, të gjithë kriminalet në burë. Për ndryshe, revolucioni do marri për masat e një agresioni që dhe bota do të merrohet jo veç klyshët në përzyrat të shtetit. Forcën e popullit nuk e ka ndalur perandorit më të mëdha të botës. Nuk mund të ndalin perandorit e krimit. Që Meçani dhe të gjithë ne të shpëtojmë një herë mirë dhe t'jetojmë me dignitet në tokën tonë, duhet të shkojnë të gjithë ta që na kanë kushtuar në burë. Rama në burë, Berisha në burë, Rama në burë, Berisha në burë, Rama në burë, Berisha në burë, Rama në burë, Berisha në burë.
me meritokraci, ashtu siç nuk ka ndodhur për shumë kohësh. Rama Bul Berisha Bul! Rama Bul Berisha Bul! Rama Bul Berisha Bul! Rama Bul Berisha Bul! A quna jo partija këtu, është jashtë partijës këtu, quna, është jashtë partijës, është për Shqipërinë, është jashtë partijës, është për Shqipërinë. Përshëndetje të shive. Jam Anaj Smehili, jam nga Vlora. Kemi mbajtur qëndres, po qëndres si që keni mbajtur ju, nuk kam para asnjëherë në këtë histori. Faleminderit, e shpëtuat ju Zvërnecin, e shpëtuat ju Sazanin, edhe ju betohem, unë, familja ime, ka prona në Dukate në Karabrun, nuk kemi për t'i tjetërsuar, nuk kemi për t'i shitur. Kur? Kam një mesazh për ta partjakët. Nuk është në mod të jesh politikan, është në mod të jesh popull. Kam një mesazh. Rama Bul Berisha Bul! Rama Bul Berisha Bul! Rama Bul Berisha Bul! Rama Bul Berisha Bul! Kam një mesazh për ata që po i mbajnë akoma në pushtetat e edishenin. Ta dini që lojtari më i rrezikshëm i shaut është ai që ka humbur lojën edhe vazhdon luan.